gjelbërimit nuk duhet të shkrihet. Kemi një kontratë gjelbërimi dhe I përmbajmë kësaj kontratë. Një kontratë të vjetër që është e vlefshme. Dhe nuk ka se si mund të prishet kjo kontratë. Gjelbërimi ka funksionuar gjithmonë, ka qenë funksional dhe mendoj duhet jetë gjithmonë funksional. Të mos të imagjinohet fare që të shkrihet. Nëse do të thonë duhet punoni vetëm të pastrimit, çfarë do bëni? Po kontrata e re thonë që me kontratën e re kalon si punëtor pastrimi. Do ta pranoni? Jo. Sepse kam një kontratë të vjetër gjelbërimi dhe përmbajmë kësaj kontratë. E cila mendoj se është e vlefshme. Sa vite shkove në gjelbërim? Kam 4 vjet. 4 Me vjet. një kontratë gjelbërimi të firmos. 4 vjet. Nëse nuk do pranohet kërkesa juaj, çfarë do bëni? Nuk e di, po ne shpresojmë të marrë një zgjidhje ky problem në të mirën tonë, se është e dyta ditë që jemi këtu dhe kuptohet që secili ka ardhur për të drejtin e tij, po shpresojmë dhe besojmë që të marrë një zgjidhje. Është vetëm mundësi që mbani familjen, besoj. Po, patjetër. Ne besojmë që duhet të marrë një zgjidhje sepse edhe këta njerëz që mblidhen këtu, ata duhet ta shikojnë problemin dhe të japin një zgjidhje. Ndërkohë, Një zgjidhje në të mirën tonë. Sektori nuk po punon sot, I gjithë gjelbërimi. Sektori pra nuk mund të shkrihet. I gjithë sektori. Nuk është problemi se bëhet një ndërmarrje apo një drejtori. Problemi është që gjelbërimi si sektor mënjan të ngelet sektor mënjan. Dhe të bëjë ato punë të gjelbërimit. Gjelbërimi ka bërë dhe punë të pastrimit. Ka bërë në kuptim ka qenë në ndihmë të pastrimit ndonjëherë, por ka funksionuar si sektor gjelbërimi. Me ato punë që ka gjelbërimi.